Korupcioni në institucionet publike dhe në sistemin e drejtësisë mbetet një fenomen shqetësues i shtrirë të funksionarët vendor, administrativ, si dhe prokurorët, gjyqtarët e punonjësit e policisë. Kështu shkruan SPAK në raportin vjetor të 2025-s, teksa nënvizon. Hetimet kanë evidentuar se procesi prokurimit publik manipuloi në çdo fazë nga përgatitja e dokumentacionit deri tek ekzekutimi i kontratave. Korupcioni në institucionet publike është i strukturuar dhe i planifikuar duke përfshirë funksione të ndryshme administrative dhe publike. Vërehet një rënje e lehtë në hetimin e korupcionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror, të zgjedhurve vendor, por sidoqoftë në një rast është evidentuar lidhja me krimin e organizuar. Struktura e posaçme theksoi se Task Forca për zgjedhjet e përgjithshme të 2025-s ka vëzhguar se kryetarët e fshatrave dhe kandidatët politik kërkonin ose ofronin përfitime monetare për votuesit, leje legalizimi të ndërtimeve informale, favore në vendin e punës dhe përfitime të tjera administrative në këmbim të mbështetjes elektorale. Në disa zona, zyrtarë të pushtetit vendor përdorën listat e zgjedhësve për të orientuar votuesit dhe për të ofruar përfitime direkte, duke evidentuar modele të koordinuara të ndikimit të paligjshëm në procesin zgjedhor. Hetimet treguan gjithashtu bashkëpunim mes individëve të përfshirë për të shmangur kontrollin e organeve ligjzbatuese dhe për të mbrojtur strukturën korruptive nga ekspozimi. Gjatë vitit 2025 u vure aktiviteti i grupeve kriminale që ka shfaqur një nivel të lartë organizimi, specializimi dhe shtrirjeje ndërkombëtare, veçanërisht në trafikimin e kokainës dhe drograve të tjera drejt tregjeve të Bashkimit Evropian. Një aspekt i veçantë i hetimeve ka qenë dhe dokumentimi i lidhjes mes vrasjeve me pagesë dhe pastrimit të parave të përfituara nga aktiviteti i trafikut të drogës, që vinte kryesisht nga Amerika e Jugut drejt Europës dhe Shqipërisë. Parat përdoreshin për pagesa për ekzekutorët, blerje armësh, investime në sektorin e pasurive të patundshme dhe aktivitete private tregtare. Hetimet evidentuan gjithashtu përdorimin e komunikimeve të koduara për planifikimin e ekzekutimeve, paralajmërimet për kontrolle dhe koordinimin logjistik. Gjatë vitit që lam pas, prokuroria e posaçme ka shënuar një rritje të ndjeshme të hetimeve proaktive, duke përfunduar 216 çështje. Vlera totale e aseteve të sekuestruara e të konfiskuara arrin në 45,4 milionë euro.